Mungesa e asistentëve është problem në vete, po edhe trendi në rritje i fëmijëve me aftësi të kufizuar po ashtu është në rritje që do të na rikthehet si një problem në rritje që meriton një vëmendje dhe reagim shumë të fuqishëm institucional që ndoshta nuk na kufizohet vetëm në numër të asistentëve. Shkon përtej saj, shkon në përkrahjen që shkolla e ofron për fëmijët në kushtet, infrastrukturë, vetdije në gjitha, në mënyrë që më na garantua gjithë përfshirjen shumë të barabartë çdo fëmijë në çdo ambient dhe në çdo shkollë. Përkrahja për fëmijët dhe familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuar duhet më shku përtej një asistenti, se në fatkeqësi debati është kufizuar që veç shteti duhet veç me siguru asistentin, po përkrahja për ta shkon përtej kësaj. Unë rikujtoj që shumë fëmijë me aftësi të kufizuar e kanë të domosdoshme përkrahje në seanca edhe jashtë shkollës. Dhe për këtë është e domosdoshme edhe një subvencionim i këtyre familjeve. Në gjykimin tonë, kjo është shumë rëndësi se sa çka do tjetër. Fatkeqësisht kushtet jo të mira, ose mungesa asistentëve, ose prezenca e asistentëve të gabuar për fëmijë me aftësi të kufizuar brenda sistemit arsimor, është problem që i cënon ata mbi gjitha, të ardhmen e tyre brenda sistemit arsimor, po edhe na rikujton ndoshta edhe një debat më gjerë publik për këtë konceptin e gjithëpërfshirjes në shkollat tona aktuale, sa do të kemi kapacitet, vullnet dhe mekanizmat mjaftueshëm me garantu këtë gjithëpërfshirjen të një trendi në rritje të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ne kemi të rëndësishme që ky debat të merr vëmendjen e duhur institucionale, të shkojë përtej asistentëve vetëm, se na është kufizuar që në çeljet e konkursit për asistent, po ka shumë çka në eksperiencën e një fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollë që e bën atë të kompletuar dhe të merr shkollimin e barabartë me të tjerë. E kjo shumë çka aty pastaj na kthehet edhe në përkrahjen e rritjes vetëdijësimit brenda komunitetit shkollor, që mi trajtu në mënyrë të barabartë dhe mi kuptu ndryshimet që këta fëmijë kanë kundrejt tjerëve dhe mi pranu si të tilla, një punë dhe përkrahje për vetë prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar, dhe mbi gjitha një subvencionim edhe për përkrahje asistencë për këta fëmijë jashtë institucionit arsimor, pasi që shkolla e prezanton një pjesë të ditës, mirë po mirëqenia e tyre, zhvillimi i tyre akademik kognitiv shkon përtej kësaj dhe kjo është ajo që na vlerësojnë dhe meritojnë një vëmendje shumë të madhe. Neve nuk kemi një statistikë të saktë të fëmijëve me aftësi të kufizuar, pasi që edhe raportimi jo gjithherë nuk është i sinqert. Neve kemi të rregulluar me uzim administrativ legjislacion të mirëfillt përfshirjen e tyre në shkollë. Kemi qendra burimore, po në njëjtën kohë kemi edhe fëmijë në institucione arsimore. Mirë po nuk është problemi në vete numri i fëmijëve në shkolla, po problemi na është kapaciteti i shkollave, kompetenca dhe përkrahja për më ballafaqu me këta fëmijë dhe më u garantu që atë shkollim të barabartë sikurse të tjerët.